Jemi drejt për drejt, e miq përshëndetje. Jam në qytetin e Sarandës sërish sot. Ditë e diel, ditë pushimi. Kam ardhur këtu sot për të bërë të live stream, tek fokusuar më shumë tek shëtitore e re, e cila tashmë shihet edhe në imazhet që po transmetoj. Erdha që mbrëm tu, kam bërë dhe një live stream tjetër mbrëm rreth orës 10 të darkës, kështu që pata planifikuar të vija të bëhe vetëm sot fatikisht live stream, por duke parë që mbrëm kishte lëvizje të qytetarëve në shëtitore, bëra dhe mbrëm një video rreth 40 minuta mos gaboj. Atëherë vazhdojmë të ecim së bashku, shikojmë nga afër shëtitoren e re këtu në qytetin e Sarandës. Mirëmëngjesi, ju që sapo keni hyrë në live stream. Është ditë fantastike, ditë e bukur, plot diell këtu në Sarandë. Uroj dhe shpresoj që interneti mos më shfaqi problemet që më ka dhënë ditën e djeshme. Pra miq, sot është data 9 maj 2021. Ndodhem në qytetin e Sarandës, temperatura është 19 gradë Celsius. Ndjes nëse nuk e lexoj gjitha komentet, sepse drita është shumë e fortë fatikisht. Plus që display këtij iPhone-it sapo del në dritë ky errësohet, nuk e di pse ndodh ky fenomen. Atëherë po i bëj pak share linkut në fanpage-in tim.
Ana është moderatore në faqen time, kështu që Ana mund të përgjigjet edhe persona të cilët bëjnë komente. Atëherë po ul pak kamerën 2 sekonda sa të bëj pak share linkun. Live me Saranda. Okay. Ana të lutem moderoj pak komentet, sepse e kam pamundur t'i kontrolloj të gjitha, kështu që atëherë miqtë e mi, kjo është ditore së fundit në qytetin e Sarandës. Si duket edhe nga pamjet, kemi pushues të cilët kanë filluar të frekuentojnë detin. Pra këtu kemi shtetorën, ndërsa djathas do të përdoret për plazh. Për pushues të ndryshëm do të jetë plazh publik. Mendohet që përorimi i kësaj shtetorës të bëhet
pas një jave. Atëherë shoh që interneti është shumë problem këtu, të paktën rrjeti SIM që kam unë, One, ka shumë probleme, kështu që jam detyruar të shkëputem dhe të rilidhem jo në formatin high definition, por në një format më të ulët. Shpresoj që mos më shkëputet përsëri interneti. Nëse do kemi shkëputje të sinjalit, jam i detyruar që të ndërpres këtë video dhe të rifilloj një video tjetër me format më të ulët, 720, sepse formatin full high definition nuk e suporton rrjeti celular. Zhgënjim për mua One-i. Kjo ka ndodhur sapo unë kam bërë lidhje në numrit me kontratë për të patur, synimi im ka qenë për të patur internet, më shumë internet, për arsye sepse bëj videot live stream. Por sapo jam lidhur me kontratë, shikoj që interneti është më i dobët. Pra me abonimin e thjesht isha më mirë me rrjetin celular, ndërsa tashmë me kontratë shoh që ka shumë problem. Megjithëse kam 50 giga internet, por është internet, si të them me shqip, është internet falso, internet kot, internet i dobët. Uroj që mos ketë ndërprerje sërish.
Vitin e kaluar isha këtu edhe ishte shumë rëmuj sepse sa pak ishin filluar punimet, ndërsa si vjet, si shihet edhe nga pamjet, është vërtet shumë rëur, por duhet mbajtur dhe ambienti pastër. Sepse shikoj që ka dhe mbetërina të hedhura vend pa vend. Për momentin po mendoj që nuk ka kazan të vendosur ose kosha pera është vendosura rregullisht, sepse akoma nuk ka përfunduar sistemimi total. Por shpresoj që qytetarët të ruajnë ambientin, të ruajnë natyrën edhe të mirëmbahet së më pasër. Atëherë roboti i YouTube nuk lejon ikona ose komente me gërmat mëdha ose figurat ndryshme, emoji, kështu që ju lutem përdorni vetëm tekst, mundësisht tekst me gërmat vogla, jo me shkronja kapitale, sepse nuk i lejon. Me pëlqen kjo pjesa e stoleve të vendosur në këtë lloj forme. Pra mendoj që do t'i rezistoj shumë kohës këto stole. Stola nuk mund t'juën, sepse janë objekte guri. Pra mendoj se do t'i rezistojnë kohës sepse nuk dëmtohen, sepse dërrasat kalben ose hekurin ndryshket, ndërsa kjo lloj zgjidhje është zgjidhje më e mirë fatikisht, sepse nuk krijon as ndryshke, as edhe dëmtim, ose qytetarët e ndryshëm do të ruajnë, normalisht do të ruajnë, mos dëmtohen objektet e vendosura, por ka dhe njerëz që ose të rinj që bëjnë dëm. Siç pash mbrëm një rast që dikush thynte dhe shishe këtu. Shpresoj që shëndetoria të vazhdoj në krahun që unë po filmoj drejt. Të vazhdoj të zgjatet me tej. Sot është një ditë pushimi, ditë e diel, ndaj edhe erdhëm këtu, sepse e parashikuam që do kishim vizitorë shumë të në faqe, edhe kjo po ndodh. Kemi mbi 200 persona që na ndjekin live. Pra ky është këndi ku qyteti duket shumë bukur. Pak më vonë unë do të shkoj edhe sipër tek Likusi, mos gaboj nëse gaboj me emrin. Likusi është një kodër ku duket qyteti i Sarandës si në pllëm të dorës. Do të bëj edhe pamje me dron, do të kemi një video tjetër. Do të jetë shumë e bukur. Dje kemi bërë dhe video të Tepelenës, Fierit edhe Gjirokastrës. Ndërsa sot po përqendrohemi vetëm këtu në Sarandë. Ndoshta mund të shkoj edhe në Himar më vonë. Nuk e kam të sigurt këtë pjesë, por nëse do iki do kthehem nga Vlora. Ndoshta mund të ndaloj edhe në Himar. Unë konsumova mëngjesin këtu dhe vure që çmimet ishin fare normale. Domethënë mëngjes lehtë kuptohet. Por çmim fare normale, pra një kafe 90 lek, që i bie rreth 80 cent. Kafe speciale, si të them, buz detit. Ndërsa uji 80 lek, që i bie 70 cent, afërsisht. Kështu që mendoj që të paktën për këto dy gjëra që unë i konsumova ose mëngjesi më kushtoi mëngjes shumë i thjesht, faktikisht më kushtoi lirë, kështu që mendoj se ndoshta qytetarët ose
personat që kanë biznese këtu, mendoj që janë më të arsyeshëm tashmë. Mendoj personalisht që abuzimi i madh me çmimet ndodh në Dhërmi. Aty mendoj se ka çmime pak më të shtrenjta. Por këtu brenda në Saran, në qytet, nuk besoj se abuzohet shumë me çmimet. Dakor, kur të filloj sezoni, ne do jemi sërish, sepse sezoni fillon në datë 12, mos gaboj, pra Kur thro? Jo, do dalësh. S'më nxorre? Jo, Pse? po jam duke bërë diçka. Do dalësh. Po me që vija, ndër. Ka filluar plazhi për ju, me sa shofe? Ja, dalë prit të vetë. Atëherë miqtë e mi, po mendoj që të dal nga ky live stream dhe të rifutem sërish, sepse në formatin full high definition dhe jam i detyruar të futem me një format më të vogël, 720. Ndaj ju rekomandoj që përsëri të futeni te kanali im në YouTube, të jem sërish në transmetim në një format pak më të ulët, por besoj se nuk do të ketë ngjecje figura, kështu që ju sugjeroj që të qëndroni në kanal, por do të futem sërish.